Më thuaj si bëhen gjërat pa telefon, është projekti i Bibliotekës së Tetovës për të nxitur nxënësit që prioritet të kenë leximin e jo teknologjinë. U përcoll mesazhi tek grupmoshat e reja se jo gjithçka është telefoni në përditshmërinë tonë. Për këtë qëllim, në Pallatin e Kulturës në Tetovë ishin ftuar ekspertë të fushës, mjeke, psikologe, që tua përcjellin gjeneratave të reja mesazhin se leximi është më së i domosdoshëm. Duam që nëpërmjet këtij aktiviteti të përcjellim pra këtë mesazh nëpërmjet ekspertëve tanë. Kemi thirrur si pjesë kësaj debati punëtorie themi me nxënësit, 2 mjeke, 2 psikologë dhe 1 arsimtare të artit figurativ, që nëpërmjet asaj porosisë praktike nëpërmjet punëve që do të bëjnë nxënësit, të matim pak edhe atë feedbackun e atyre si e konceptojnë, si e mendojnë ata. Kemi përgatitur disa pyetje dhe besoj se do të arrijmë qëllimin nëpërmjet këtij aktiviteti dhe projekti dhe punëtorie të përcjellim këtë mesazh që prioritet nxënësit dhe gjithë secili duhet t'i jep librit dhe bibliotekës. Ndryshe interneti rëndësisht ndryshoi mënyrën e jetës sonë, mendimit se si lexojmë e si mbajmë mend. Teknologjia digjitale ka hyrë në të gjitha poret e jetëve tona dhe ka ndryshuar mënyrën e komunikimit tonë. Ekspertët thonë se fëmijët dhe nxënësit mbeten kategoria më e cënuar. Andaj, punëtoritë e këtilla paraqesin përpjekje për të dhënë nën kontroll hovin që celularët po marrin tek nxënësit. Biblioteka e Tetovës këtë vit ka planifikuar diku 16 projekte. Secili projekt, siç thot drejtori Pajaziti, ka synim të prek gjithë kategoritë dhe grupmoshat e ndryshme, nga nxënësit deri tek pensionistët.